Duelet e forta janë edhe pak këto duelet europiane. Benfica Chelsea për shembull është ndeshje shumë e bukur në nesër në orën 9, mos gaboj. Në orën 10. Po. Nesër është në orën 6 Palmeiras Botafogo dhe në orën 10 të darkës është Benfica Chelsea, ndërsa të dielën është Paris Inter Miami në orën 6 në orën shqiptare dhe Flamengo me Bayernin në orën 10. Janë prap dy duele shumë interesante. Pastaj të hënën është Inter Fluminense. Besoj që Interi këtu mund të jetë pak favorit, se Fluminense nuk është se kishte ndonjë skuadër të jashtëzakonshme. Manchester City luan me Al Hilal, kjo është ndeshje shumë interesante, sepse Al Hilal me Real Madridin la një përshtypje të mirë. Ishte skuadra që ngacmonte. Nuk ishte pa gjë, domethënë. Pastaj dueli është i rëndësishëm, është Real Madrid Juventus, që është martën në orën 9 dhe mbyll në orën 3 të mëngjesit, ditën e mërkurë, Dortmundi me meksikanët e Monterrey, që luan Sergio Ramos. Duelet janë pak a shumë gjitha të lezetshme. Ti kë mendon ku do jetë? Po për shkak që më duel më të barabartë. Për shkak që shorti e ka vendos Parisin një në 9 dhe Manchester City në 9 tjetër, mendoj që një finale e pritshme nga këtë bota e futbollit është Paris Manchester City. Megjithatë, që thash edhe më herët, mendoj që vullneti më i madh është i klubeve braziliane, sepse e kanë mundësinë që mund të shmunë në arenën ndërkombëtare. Ti mendon që mund të shkojë një brazilian në finale? Po unë Chelsea nuk ishte më e forta nga të katra. Unë mendoj që Flamengo mendoj që ka qenë shumë mirë tash varësisht me Bayernin, po edhe Palmeiras me Estevao Willian shumë lojtarë është insan. Çka më pëlqen mua sepse Kupa e Botës për klubet deri vonë ka qenë një garë themi vetëm për show, sepse kanë qenë klubi që ka fituar Champions League-n ka luajtur vetëm 2 ndeshje. Do të thonë ka qenë një garë shumë e shkurt, ka qenë diçka kryesisht për Evropë. Është më e bukur kështu. Po, ka qenë vetë Corinthians kampion 2013-ën, edhe në 2005 ka qenë Sao Paulo, kryesisht Evropa. Tash luajnë gjithë bota, luajnë më shumë ndeshje dhe ka më shumë temi kompetitivitet. Arsyeja pse ka pas ankesa sepse s'po ka tifozër, sepse ka pas ndeshje që janë luajnë ditën e hënë në ora 3 ditës, edhe është vera. Arsyeja tjetër është sepse është mbahet në Amerikë dhe bota futbollit tende ka atë përshtypjen që kur luhet ndeshje në Amerikë është miqësore. Tash vjen kampionati botror vitin tjetër mëson po. Unë mendoj shumë ka pëlqyer kjo garë dhe mendoj që ka më pas shumë më shumë rritje në vitet e vazhdim. Bukur, bën për shkak që ndeshja ishte në orën 9 Real Madridit me Salzburg, stadiumi ishte plot dhe binte edhe shi plot, nuk niknin tifozët. Gjithë me qesen kokë vazhdonin atje. Pra edhe orari ka të bëjë. Për shembull, do kemi tani të shtunën dhe dielën 2 ndeshje janë 12 drekës atje. Si mund të shohësh një ndeshje 12 drekës? Mund të shkuar, ashtu është, po.